Le të jemi zëri mirësisë në një botë ku shpesh herë hiqet para padrejtësive. Urrejtja nuk shëron urrejtjen, por dashuria dhe mirëkuptimi mund të ndryshojnë zemra. Secili ka luktën e tij, andaj të zyrojmë duart e ndihmës dhe jo të dëmshmërisë. Ndërta, jo shkatëra, në një botë që ka nevojë për më shumë dashuri, dhuna nuk zëvend, ajo nuk është zgjidhje, është plagë, nuk është forcë, është dobësi. Ne zgjedhim respektin, ne zgjedhim paqen, ne zgjedhim njerëzimin. Zgjidh konfliktet pa dhunë, zgjidh paqen, jo dhunën. Kushdo që je pjesë e botës, mos lejo para gjykimin të të ndaloj. E mira fillon nga te, largo nga çdo dukuri negative dhe ndikim i keq. Kur zgjedhim të hiqnim përballë padrejtësive, bëhemi pjesë e tyre. Andaj le të flasim, le të veprojmë, sepse ndryshimi fillon nga guximi për të thënë jo së keqes. E dhuna nuk është forcë, është shtrim për të folur, për të dëgjuar dhe për të kuptuar. Është koha të flasim. Një botë pa dhunë nuk është ëndër, por zgjedhje. Mos është përballë padrejtësive, zëri është ndryshimi që dikush ka nevojë ta bëjë. Të jesh ndryshe nuk do të jesh më pak, larmia na pasoron dhe sa diskrimimin ata. Asnjë gjë e mirë nuk lin nga dhuna. Fjalët që lëndojnë vrisën me gjatë së plagët. Zgjat dhe çdo që shëron. Bëu zëri që ndërtan e jo duar që shkatërrojnë. Mos të bëj pjesë të heshtjes që ushqen dhunën. Forca është në zemër, jo në duar. Pasja fillon ato ku përfundon dhuna. Dyshimi nuk është humbje, por udhëzim. Dhuna nuk zgjidh asgjë. Paqja është forca jote më e madhe. Budizimi pret ëndra, një mbështetje, jo dhimbje. Dhuna nuk është forcë, është dobësi. Refuzoje. Ne kuptojmë rëndësinë e zërit tonë vetëm kur ne heshtim. Asnjë arsye nuk justifikon dhunën. Respekto, mos godit. Dhuna është frikë ndaj ideve të tjerëve dhe mungesë force për të përballuar të vërtetën.